Shëndetje, nëse dashni mi përgatit një këllol me spanak, për këto na duhen 3 kukra vezë me miell misri. Na duhet shmand, mos, të qesim krep, dy klopë për pjekje, vaj ulliri, qesim spanaken, kjo është spanak që e kem ro për dimër, jo e keni pa që shërbojnë rujtjen, qesim miell misri, po gjithmonë shkoj edhe me pak miell ngrori, jo shumë, një lugë, 2, heqëm. Bajmë përzierje të thellë, e bojna përzierjen e thellë, thash, edhe e quajmë përpjekjen në tenxherën multi-cooker. Detëm këto edhe drejt në tenxherën multi-cooker. Shkojmë kështu, edhe tenxherja është kjo. Unë vetëm një pikë vaj ulliri kom qitë edhe e qesim. Na qetëm këtu pisheni brumin që e përgatitëm për këllorën me spanak. Edhe miell misri ju e pat përgatitjen. E mbyllim kapakën. E mbyllim kapakën gjithmonë këtë pjesën këtu, e qujna qështu, e qisim ndrym, tash e qitëm ndrym edhe kjo është tenxherja multi-cooker. Shkojmë këtu të multi-cooker, prekim, e prekum memoria, edhe të plusi shkojmë deri në 13. Edhe lajmë, tash fillon pjekja dhe kur të pjeket kjo vetë të lajmëron me zilën e saj që ka
që ja filloj veç o pjek. Tarës të kjo veç u pjek, edhe e hekum. Këtu të pësijen edhe e qisim. Kjo është, dhe me thonë, shihni lakrurin e misrit që u pjek në tenxhiren multicooker. Ju po të përgatitjen, ju kisha thonë mos të lene për pa përgatit edhe ju. Propi shihni. Ju po të programin që qitem edhe deri kur të nalet, vetë ju s'kini nevuj më mi prej. Ju se që shka dalë ti për i mirë. Faleminderit për shikimin e kësaj video. Na bëni like dhe subscribe.